Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë ndikuar me të madhe nga mediat që prodhonin lajme të pavërteta, lajmet senzacionale që vërshuan në Facebook dhe në rrjetet sociale. Kanali amerikan Channel 4 gjurmoi vendin dhe autorët e këtyre faqeve dhe gjurmimi i ka çuar në një mini fabrik lajmesh në një qytet të humbur të Maqedonisë Qendrore. Me këtë aktivitet janë marrë rreth 200 persona, duke prodhuar 100 faqe interneti me emra të tillë, që në pamje të parë ngjajnë tërësisht faqe amerikane, si për shembull USA News Flash, USA Online Politics e të tjera, ku më pas i shpërndanin lajmet e rreshme në rrjetet sociale dhe fusnin në xhepat e tyre rreth $200,000 amerikan në muaj. Ajo që është më interesante për të thënë është se faqe të tilla me lajme të publikuara kanë qenë aktive edhe më parë, por ajo që e bëri më të veçantë këtë herë është vetë Donald Trumpi. Fushata e tij ishte shans i artë për këta të rinj të papunë. Faqe të tilla në rrjetin Facebook janë regjistruar në sektorin news media, madje njëri prej tyre ka mbi 500,000 ndjekës. Viktor është një nga të rinj që është përfshirë në këtë histori, të cilin gazetari i kanalit Channel 4 e ka intervistuar. Faqja e tij quhet News Media Today. Ai rrëfehet se sa ka pikasur faqe të tilla dhe historitë e Donald Trump ndiqeshin dhe pëlqeheshin nga shumë njerëz. Vetë themeluesi i Facebookut në një postim në faqen e tij personale pas kësaj ngjarje është zotuar se do të bëjë detektim të rrep të lajmeve që postohen në rrjetin e tij social. Në kampusin e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Velez, disa prej studentëve që u intervistuan e mohonin kategorikisht përfshirjen e tyre në faqe të tilla, por prapa kamerave ata e pohuan atë. Shumë zëra përmendin Rusinë se është përgjegjëse dhe se ka gishtë në të gjithë këtë histori, edhe në Velezin e vogël të Maqedonisë Qendrore. Gjithsesi një gjë është e sigurt, demokracia amerikane u mbështoll me gënjeshtra të tilla.